Shëndeti mendor, sidomos tek të rinj, duket se është alarm i radhës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në një raport të ditëve të fundit, OBZH deklaron se 17% e popullatës në Europë, përfshirë dhe Shqipërinë, janë prekur nga probleme të shëndetit mendor. Prej kohësh mjek, psikiatrë, psikologë që trajtojnë këto probleme kanë ngritur zërin për epideminë e heshtur që po prek kryesisht adoleshentët dhe të rinjt në vendin tonë, por pa kursyer dhe moshat e tjera. Problemet e shëndetit mendor lidhen direkt me simptomat e ankthit, çrregullimet e humorit për të shkuar më pas tek simptomat e depresionit. Sipas statistikave të publikuara, 1 në 6 persona në rajon jeton me probleme të shëndetit mendor. Dhe ajo që është më shqetësuese dhe agravon më tej situatën është se 1 në 3 persona me probleme të shëndetit mendor nuk trajtohet. Shpesh mjekët psikiatrë e lidhin rritjen e ankthit dhe depresionit me gati 25% për shkak të pandemisë së COVID-19, ndërkohë që më shumë se 1 në 10 adoleshent ose gati 11% e adoleshentëve shfaqin probleme të shëndetit mendor dhe kanë shkak sjellje në rrjetet sociale. Jo më kot shumë vende kanë ndërmarrë iniciativa për ndalimin e tyre deri në një moshë të caktuar. 1/4 e vajzave 15 vjeç raportojnë të qëndrojnë të vetmuar në pjesën më të madhe të kohës dhe po kështu, 1 në 4 persona mbi moshën 60 vjeç thonë se ndihen të vetmuar. Nisur nga këto të dhëna alarmante, ekspertët e shëndetit kërkojnë që shëndeti mendor të jetë prioritet i qeverive dhe strukturave shëndetësore, në mënyrë që në bashkëpunim me institucionet e tjera të ndikojnë uljen e shifrave të raportuara.